Mirë se erdhë të dashur krip në letra të rëfejmë. Jam Diana dhe do bëjmë leximin e javës që vjen për ju. Të dashur krip, kjo javë duket si një përzierje mes durimit dhe lëvizjes së shpejtë. Nga një anë ke disa pasiguri dhe pyetje që ende nuk kanë marrë përgjigje. Por nga ana tjetër letra tregojnë se gjërat do fillojnë të ecin më shpejt se sa mendon. Kjo është një javë ku duhet të kesh besim tek procesi dhe të mos lejosh mendjen të tremb më shumë se sa duhet. Kalorësi i monedhës. Fillon me një ritëm të qetë java. Jo çdo gjë do të ndodhë me një herë. Një çështje pune, financas ose një plan personal po ecën por me hapa të sigurt, po ecën ngadalë, por me hapa të sigurt. Dhe sinqerisht, kjo është më mirë se sa premtime të mëdha pa rezultate. Kalorësi i monedhës të kujton se ajo që të ndërtohet ngadalë, zakonisht zgjat më gjatë. Mos u bë nervoz nëse nuk sheh rezultate brenda natës, akrepi. Hëna. Kjo është letra që flet për pasiguritë e tua dhe pyetje pa përgjigje. Mund të ketë diçka që nuk e sheh ende të qartë. Një person që nuk e kupton plotësisht. Një situatë që të lë me pikpyetje. Por problemi nuk është situata. Problemi është se mendja mund të fillojë të shpik skenar, siç po shpike juaja. Mos merr vendime bazuar në frikë ose dyshime. Prit derisa të kesh më shumë informacion. Sepse pasaj po vjen perandoresha, akrepi. Kjo është letër shumë e bukur. Flet për rritje, begati, zhvillim, diçka që ke mbjellë më parë po fillon të jap rezultate. Mund të jetë në dashuri, në punë, në para, ose në një projekt personal. Kjo letër sjell energji pozitive dhe tregon se ka potencial për përmirësim në shumë fusha të jetës. Jo vetëm punë, dashuri apo para. Në shumë. Pra, pas perandoreshës, dalim tek perandori. Akoma, letër që të kërkon të kesh, të marrësh një kontroll. Mos prit që të tjerë të vendosin për ty. Mos prit që situata të rregullohet vetë. Nëse ke një objektiv, akrepi, është koha të bësh plan. Nëse ke një problem, është koha të kërkosh zgjidhje. Perandori nuk pret mrekulli. Ai krijon rezultate. Dhe këtë javë je shumë më e fortë se sa mendon. 9 të shpatës, ajo kujtem më se sa mendon, pse e thash? Sepse kjo letër tregon stres mendor. Mund të ketë një natë ku mendon shumë, një shqetësim, pritje, një frikë që të rrotullohet në kokë. Por ja çfarë më pëlqen në këtë kombinim. 9 të shpatës është rrethuar nga letra shumë të forta dhe pozitive. Kjo do të thotë se shqetësimi është më i madh në mendjen tënde se sa në realitet. Mos lejo mendime të tilla të bëhen armiku jot. 8 të shkopive. Këtu ndryshon gjithçka. Gjërat fillojnë të lëvizin, mesazhe, telefonata, përgjigje, lajme, takime. Një situatë që ka qenë e bllokuar, po e keni ndjerë të tillë, mund të marrë hovë papritur. Madje disa krepër mund të thonë, po prisja me javë dhe tani gjithçka po ndodh brenda 2 ditësh. Kjo është pikërisht energjia e kësaj letre. Dhe letra Oracle Akrepi që flet për zemrën, jo në kuptimin romantik, por në kuptimin e besimit tek vetja. Këtë javë mos e humb lidhjen me atë që ndjen thellë brenda vetes. Ti e di shumë mirë kur diçka është e drejtë dhe kur nuk është. Mos e injoro atë ndjesi. Ajo do të udhëheq më mirë se sa frikën që po e mban në kokën tënde. Dhe shkoj, është një lloj sikur i ke aq fuqi sa i den nuk e ke, të dashur krep. Pra, kjo javë fillimisht mund të ndihesh pak e pasigurt ose e lodhur mendërisht, por realiteti duket shumë më pozitiv se sa mendon. Një plan po ecëm kogja përpara.
Një mundësi po rritet dhe një situatë fillon të sqarohet. Dhe fundi javës sjell lëvizje, lajme dhe zhvillime të shpejta. Mesazhi kryesor për akrepin është mos u trem nga ajo që nuk e di ende. Shumë shpejt do të kesh përgjigjet që po kërkon. Dhe kur ato vinë, akrepi do të kuptosh se gjërat kanë qenë në rrugën e duhur gjatë gjithë kohës.